një takim i veçant me Allahun. Veç kjo fjali takim i veçant me Allahun, pasha Allahun ta trill, ta rëgjell zemrën nga mallshtia. Po kur bëhet kjo një realitet, një ditë prej ditëve që kemi me taku Zotin ton, e Allahu na mundsoft takimin formën më të mirë. Këtë që e thash një takim me Allahun, kemi dy hadithe pejgamberike. I pari është Ibn Omer radiallahu anhu në Sahihun e Buhariut, ku quhet hadithi i bisedës fsheht e Nejwa. Pra në ditën e Kiametit, Allahu i lartësuam ka me afru një prej robëve të vet, ka me mbulu me rahmetin dhe mbrojtjen e tij. Mes tij dhe njerëzve tjerë ka me pas një perde, ashtu që askush mos me pa e mos me ni çka i thot Allahu robit vet. Atëherë Allahu ka me i fol drejt për drejt, pa ndërmjetës, pa përkthyes, ashtu si ka ardhur në hadithin e Aishës radiallahu anha. Allahu i thot: O robi jem, apo të kujtohet kur e bane këtë gjuna, në atë ditë, në atë vend. E njeriu ka me i thonë robi, o, me ju përgjegj, po, Zot jem, po më kujtohet. Shtu Allahu ka me ja përmend gjunat një nga një, sa që robi ka me mendu që u kry, u shkatru e mo shpëtim për të s'ka. Ama, Allahu ka me thonë, unë ti kam mbulu ato në dynja, e sot ti fali kejt. Dhe Allahu ja fal gjitha gjunat. Pra mirësia e parë është që Allahu ka me mbulu, s'ka me korrit para gjithë krijesave. Po të kishte dashur, të kishte zbulu, ja kishte marrë fytyrën e tij në dynja. E lusim Allahun me na mbulu gjithmonë me mbulesën e tij. Por mirësia më e madhe është falja e plot e gabimeve në ditën e gjykimit. Allahu ma mundsoft mu dhe ty që ti po dëgjon tani. Hadithi i dytë është paq mallshtor. Allahu na bof për atyre që ne ta mrrim këtë nder të madh. Kur banorët e xhennetit hyjnë në xhennet, e ti shijojnë këtë mirat, kënaqësitë kënaqësia më e madhe është me pa Allahun. Ata kanë me umbledh në një vend të madh dhe të hapur. Disa kanë me ndejt në pozita prej drite, disa në pozita frone prej diamanti, argjenti, si pas gradës çdo njeri që ka. Askush nuk është i pavlerë, kanë me qëndru njerëzit në pozitat që Allahu i kanë neru. E Allahu ka me ju drejtu, duke i thonë, o banorët e xhennetit, a do një bre me ju shtu edhe diçka tjetër në xhennet? Ata kanë me thonë, o Zot, çka me kërku ma tepër? Na i zbardhe fytyrët, na shpëtove prej zjarrit xhehenemit, dhe diçka që askush tjetër prej krijesave si ke dhënë, i kemi. Atëherë Allahu ka me thonë, kjo është dita e shtesës, prandaj kërkoni prej meje. Gjithë kanë me u bashku në një kërkesë të vetme. O Zot ynë, shfaq na fytyrën tonë që ta shohim. Atëherë Allahu ka me largu perden, e ka me ja mundsu çdo njerit me e pa Allahun. Resulullah i thot që drita e fytyrës Allahut është më mallshtoria, sa që po mos të kishte caktuar Allahu për banorët e xhennetit, mos me u djeg shkëlqimi i saj, kishte me i djeg gjithë. Dhe kështu ata kanë me pa e më përjetu kënaqësinë më të madhe në xhennet, pra me pa Allahun subhanahu wa ta'ala. Lavdia, lartësimi dhe mallshtia i takon vetëm Allahut. Allahu ma mundsoft mua dhe ty me pa Allahun, me përjetu atë kënaqësi në xhennetin e Allahut. Desha këtë këshill me nda me ju në këtë ditë gjumaje.
Zoti ju falt. Selamu alaikum.